Këto shenja duhet të bëjnë kujdes pas 21 tetorit. Në 21 tetor do të ndodhin ndryshime të reja për secilën shenjë të horoskopit, pasi hëna e re sjell një cikël të ri referuar marrëdhënieve. Hëna e re është periudha më e mirë që të hedhësh farat për të ardhmen, ndaj ki parasysh që gjërat që ndodhin gjatë kësaj kohe ndoshta janë për të mirën tënde. Dashi, hëna e re në peshore të inkurajon të krijosh marrëdhënie, do me thënë se të reja ose të thellosh ato që ke. Është koha për të dëgjuar, bashkëpunuar dhe për të gjetur gjysmën tjetër, sa më shumë të lësh pas të shkuarën, sa do sfiduese të jetë ajo dhe të pranosh kompromisin, aq më të forta bëhen lidhjet. Shmang premtimet e marrash me shpejtësi ose varësin tek të tjerët. Bashkëpunimi funksionon më mirë kur ka barazi dhe përgjegjësi. Demi, hëna e re në tetor nxjerr në parë rutinën tënde dhe marrëdhëniet në punë, mund të të vi frymëzimi për të sjellë harmoninë më të madhe midis kolegëve ose të vendosësh kufi me ata që po marrin energjinë tënde. Kjo nuk do të kaloj pa debate, por nëse je i qetë, bashkëpunimi mund të rjedhë më lehtë, por kujdes, ndërveprimi midis Hënës dhe Jupiterit mund të bëjë të tërhiqesh nga tensioni në vend që të përballesh me të. Komunikimi i qartë dhe mirësjellja mund të forcojnë lidhjet dhe të rikthejnë paqen. Binjakët, në këtë hënë të re, zemra jote hapet në fushën e romancës dhe kreativiteti do të zgjerohet. Lidhjet e ndjeshme dhe shpreha emocionale mund të kenë rol kryesor, çka do të thotë se do të lësh pas dramat ato që të pengojnë. Megjithatë, hëna me Jupiterin të bëjnë të idealizosh dashurinë ose të mos vesh re flamujt e kuq. Qëndro me këmbë në tokë. Dashuria autentike lind kur dy njerëz ndihen të vlerësuar dhe të kuptuar. Gaforia, hëna e re drejtohet nga shtëpia, familja dhe bazat emocionale. Është momenti për të rikthyer ekuilibrin në marrëdhënie të brendshme ose për të shënuar çështje që kanë mbetur pezull në familje, edhe nëse ka shere. Me Jupiterin në shenjën tënde, ndjenjat mund të jenë të forta, mos u mbyll në guackën tënde, shpreh ndjenjat me butësi dhe sinqeritet. Shërimi i fillon kur secili ndihet i dëgjuar, jo kur gjithçka është perfekte. Luani, komunikimi është aleati yt më i fortë për këtë periudhë, jo nervat. Hëna në peshore i jep energji sektorit bisedës dhe marrëdhënieve, duke të ofruar mundësi për të lënë pas keqkuptimet dhe për të forcuar besimin. Megjithatë, me Jupiterin në pozicionin as pak të favorshëm, bëj kujdes që egoja apo krenaria të mos pengojë marrëdhënien. Virgjëresha, hëna e re sjell në fokus shkëmbimet emocionale dhe financiare. Do të rishikosh se sa jep dhe se sa merr, jo vetëm në dashuri, por edhe në marrëdhëniet financiare dhe emocionale. Por Jupiteri mund të tundoj të injorosh tensionet që vijnë nga marrëdhëniet jo të barabarta. Të adresosh probleme tani do të sjellë një paqe afatgjatë. Bëj biseda të vështira pa marrë parasysh pasojat. Peshorja, kjo është hëna jote. Një rifreskim emocional vjetor, mëse i merituar po vjen për ty. Universi të nxit të ripërcaktosh identitetin, marrëdhëniet dhe mënyrën se si të shfaqesh në botë. Je gati të tërhiqesh partner që pasqyrojnë rritjen tënde, jo ata që thithin energjinë tënde. Sidoqoftë si rrjedhë e forcës së Jupiterit, kemi një sugjerim: shto vëmendjen ndaj ngarkesës emocionale, se s'mund t'i kënaqësh të gjithë. Vendos si prioritet harmoninë për veten, jo miratimin e të tjerëve. Akrepi, hëna e re ndes nënvetdijen dhe çlirimin emocional. Ndjenja të fshehta mund të dalin në sipërfaqe dhe janë çështje që duhet të mbyllen. Ti mund të kesh dëshirë për të qëndruar vetëm dhe për të rindërtuar kufit e brendshëm, por ndoshta s'do të jenë shumë e mundur. Jupiteri mund të të bëjë nostalgjik për mos u ngjit pas të shkuarës. Shërimi kërkon sinqeritet, falje dhe tolerancë. Shigjetari, kjo hënë e re aktivizon sektorin e miqësive dhe rrjeteve sociale. Është koha për të ribashkuar grupin tënd ose për të krijuar aleanca që përputhen me vlerat që kultivon. Marrëdhënie me qëllim të përbashkët janë prioritet, por Jupiteri mund të nxjisë të premtosh shumë. Jep vetëm atë që zemra dhe koha jote mund të përballojnë. Priciapi, marrëdhëniet publike dhe profesionale po ndriçohen. Kjo hënë e re të inkurajon
të ndërtosh partneritete që të çojnë përpara karrierën e qëndrojnë në përputhje me integritetin tënd. Kujdes, Jupiteri mund të të bëjë të eksperimentosh më tepër për të ruajtur paqen, por kujdo që kufit e shëndetshëm janë respekt ndaj vetes. Ujori, kjo periudhë të frymëzon për harmoni, projekte të reja dhe marrëdhënie që kalojnë kufit. Dashuria ose puna me dikë që vjen nga larg mund të ketë rëndësi, por energjia e Jupiterit mund ta bëjë që të kesh emocione të forta, kariko mirë veten para se të japësh shumë, sidomos kur bën një bashkëbisedim të rëndësishëm. Peshqit, intimiteti emocional dhe çështjet financiare bëhen prioritet. Hëna e re të inkurajon të thellosh besimin dhe të tregohesh i ndërgjegjshëm me dikë që vlerëson besueshmërinë, por Jupiteri mund të sjellë idealizëm apo bujari të tepruar, ndaj kujdes të mos japësh pa marrë diçka në këmbim. Marrëdhëniet e shëndetshme janë reciproke, jo sakrificë.